Gjykata kushtetuese ka vendosur 4-4 që të rrëzoj kërkesën e kryeministit Rama lidhur me pezullimin e Belinda Ballukut. Në fakt një votim 4-4 është një votim që pa vendimmarrje, e megjithatë si pasojë e rregullore së gjykatës kushtetuese, kërkesa e kryeministit Rama është rrëzuar. Për të folur mbi këtë vendim kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Ndue Pjetra. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, si e pat këtë vendim gjykatës kushtetuese? Po vendimi i gjykatës kushtetuese ishte një hiç. Dhe për mendimin tim, nëse kemi mes të politikë shqiptare një të majtë dhe një të djathtë, kemi edhe një qëndrim ose një lojë e gjykatës kushtetuese. Që për mua, gjykata kushtetuese duhet shkri komplet, nëse dëni mendimin tim. Pse duhet shkrirë gjykata kushtetuese? Problemi është se gjykata kushtetuese që ka ne gjithë ato orë aty, nuk ka ne i për të dhënë dhe për të shkërtuar problemin e zgjidhjes çështjes. Tu nga tresa që ka qenë brenda, ka qenë vetëm thjesht kush do ndahet 4 shja majtas dhe 4 shja djathtas. Pra nuk ka qenë fare për ta shkërtuar çështjen. Avokat, në vendimarrjen që ishte në fund dhjetorit ishte 5-3, pra ndryshoi edhe shumica. Po pikërisht jam në këtë pikë që po them që gjykata kushtetuese donte t'ja hellte topin parlamentit shqiptar. Të delte pa një vendimmarrje. Pra, mënyra dhe loja që bëri gjykata kushtetuese u bën një lojë pistë jo vetëm për Shqipërinë, po edhe për politikën shqiptare, edhe për çdo institucion ndërkombëtar dhe kombëtar në botë. Pra vendimmarrja e tyre ishte e programuar që juve me urdhër juve do delni 4-4. Arsyeja pse do dalin 4-4 ishte që të arrijmë këtë pikë, që mos t'japim zgjidhje situatës. Pra, edhe një herë duhet ta sqaroj që lufta dhe problemi që lindi në gjykatën kushtetuese, ajo kohë gjatë nuk ishte fare për të zgjidhur çështjen. Ishte kush do të jenë 4 gjyqtarët që do jenë pro dhe 4 kundra. Pra, kjo ishte mënyra që si mos t'i japim zgjidhje problemit. Avokat, çfarë duhet kishte vendosur gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese në momentin që e kishte këtë djeni, pra, se janë 8 antarë, ose duhej që një antar të mos merrte pjesë në mënyrë që kurumi të jetë pra me vendimmarrje, nuk ndodh asnjëherë që të jenë në këtë formë 5-3 ose 4-4, pra të jetë numri çift i antarëve. Ka edhe një problem tjetër që thotë gjykata kushtetuese, pra kur nuk voton kryetari për momentin, ndahen 4-4, i 5-ti kryetari i gjykatës ka të drejtë të votojë, o majtas o djathtas, o pro o kundër. Kjo do ishte zgjidhja, pa që në nisjen e kësaj ka qenë e programuar kjo situatë. Nuk është se lindi mbrëm, kjo pritej, ne e kemi diskutuar disa herë para se të vendoste gjykata kushtetuese dhe ne kemi arritur në këtë konkluzion që situata do jetë shumë e më keqe se ishte. Tani do acarohen njerëzit, do fillojnë grevat, do fillojnë problemet në mes të përfajin e gjykatës kushtetuese, se gjykata kushtetuese nuk ekziston pra. Ajo nuk duhet të ndodhte dhe nuk duhet ta bënte një gjë të tillë. Avokat, çfarë ndodh me këtë vendim gjykatës kushtetuese? Pra Belinda Balluku është e pezulluar, është e larguar nga detyra? Atëherë ka një njerëz pra ligjor që kur gjykata kushtetuese nuk merr vendim, ngelet në fuqi vendimi i parë. Por kemi edhe një kleçk tjetër, sepse 5-3 kanë vendosur që të pezullojnë pezullimin e Belinda Ballukut. Në këtë rast, pra jemi në një pikë shumë delikate,
a duhet të kthehet në punë Belinda Balluku apo jo? A duhet të rrinë ajo derisa të jepet një vendim përfundimtar, i cili përfundimtar është vendimi i mbrëmshëm? A mund thonë gjykata kushtetuese që Belinda Balluku të largohet nga puna 4-4? Është nonsens. A mund thonë që Belinda Balluku të rrinë në punë? Është pret nonsens, sepse nuk ka kurumin e vendimmarrjes. Atëherë, a mund thonë këta 4-4 që bie masa e sigurimit? Është një pikë pyetje shumë e madhe dhe e pazgjidhshme për sa i përket këtij momenti. Pra, megjithatë janë shprehje, po shprehja e tyre 4-4 nuk është vendimmarrje. Dhe ky fut në ngerç gjithë drejtsinë shqiptare. Po kështu ka shkuar ky vend, kështu ka shkuar ky shtet, kështu ka shkuar duke e lënë gjithë jetën e tij, qoftë Enver Hoxhën, qoftë Edi Ramën në pushtet. Ky vendim i gjykatës kushtetuese, ai hap rrugë arrestimit të Belinda Ballukut nëse kuvendi voton S'ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare vendimi i gjykatës kushtetuese me Belinda Ballukun. Ky është një vendim administrativ i cili ishte thjesht a do rrinë në punë apo jo. Kjo ishte pyetja e këtij vendimi. Dhe për këtij vendimi nuk i dhanë zgjidhje ligjore. E futën më shumë në ngerç ligjor se sa i dhanë drejtim kësaj situate. Prandaj gjykata kushtetuese për mua nuk ekziston. Pra nuk kemi gjykatë kushtetuese në Shqipëri. Me këtë vendimmarrje mendoj unë që Parlamenti i Shqipërisë, me qenë se ka kurumin, mund të ndryshojnë edhe kushtetutën dhe të ndryshojnë shumë gjëra që kanë lidhje me vendimmarrjet e gjykatave. Dhe konkretisht në gjithë botën nuk ekziston që gjykata e apelit të jetë vendim i formës prerë. Pra duhet gjykata e lartë. Sepse kur gjykata e lartë ka një mundësi prishjesh vendimit të apelit ose çka pare me radhë, atëherë do thotë që personi është gjithmonë i rrezikuar në jetën e tij nga ana e ligjeve të pa konfirmuar shqiptare. Pra, Italia, Greqia, çdo vend në Europë që ka, nuk mundet që të futesh në burg për sa i përket pa marrë vendimin e gjykatës lartë. Pra, duhet ndryshuar kushtetuta për sa i përket kësaj pike. Dhe duhet citohet me një herë që nuk mund të bësh gjyqje në gjykatën kushtetuese me kurum 8 vet numër qift, as 6, as 10, sepse kjo ndërlikon gjithmonë. Nuk ka vend në botë që e bën një këtë punë që e ka bërë Shqipëria mram edhe këtu. Avokat, çfarë duhet bëj kryeministri i vendit në tillë raste? Kryeministri i vendit nuk ka çfarë bën asnjë gjë për faktin se është nul gjithçka. Ne kemi sa muaj që rrim dhe presim. Presim jo ta kthejmë, se kujtojnë se gjithë Shqipëria është Belinda Balluku. Ta hekim, ta ndajmë apo jo. Pra vendimmarrjen e arrestimit të saj e ka Parlamenti i Shqipërisë. Nuk e ka askush tjetër. Nëse Parlamenti i Shqipërisë i jep të drejtën për hetime, arrestime edhe çfarë do tjetër spakut, ajo marrën këtu çështja. Dhe kjo çështje zgjatet vetëm që ne shqiptarët e shkret të diskutojmë nëpër kafe, të bëjmë xhiro kafexhive në Shqipëri, në mënyrë që të merrna me Ballukun ose të merrna me Ramën ose me Salën. Pra në këtë pikë jemi. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.